kapiten Artur Meçollari. Por gjithë njerëzit që mbrin tani në emision në këto orë dhe thonë, mos një sekund, pas ka kapitenin Çani, le të kujtojmë kapiten, shkurtimisht fare, që ti ke mbi 36 vite karrierë, unë këtë e thash dhe në emision e kaluar që ishe këtu, në fund marsit, në forcët armatosura, kryesisht në forcën detare, ke qenë komandant i anijes GMDF 322 Vjosa, prej vitit 93 dhe 97, shefi shtabit distriktit, komandant i grupit luftarak, komandant flotilje, pedagog në Akademinë e Detarisë dhe Mbrojtjes, drejtori inspektimit dhe zëvendës komandant i forcës detare. Gjithashtu, ke shërbyer në Afganistan një vit, 2017-2018, komandant duhet thënë që ke studiuar në 3 nga shkollat më prestigjioze në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mban titullin doktor nga Akademia e Mbrojtjes. Në vitin 2020 ti lirohesh nga detyra kapiten, një vendim që ti vete ke cilësuar si kundër vullnetit tënd dhe të parakohshëm. Edhe sonte mu riktheve në studio, siç e kishim premtuar teleshikuesve, me një përvojë dhe e një jetë të tërë në det dhe në komand. Atëre, kapiten, ti ke qenë nga të paktën në fakt që ke folur me një pasion dhe me shumë informacione serioze, lidhur me çështjen që unë sapo plasa në ekran tani me Ledion, gropa e kemi titulluar gropa ne sepse në këtë moment i po flasim ajo është vërtet grop, në të gjitha kuptimet, po unë do ta lë ty fjalën. Dhe nuk e dihet, nuk mund të flasim për skandal, po mund të jetë një skandal në të ardhmen e afërt. Do të jetë bashkë me Portën e Durrësit. Bashkë me Portën e Durrësit, po ne kemi në vend Porto Romano, pastaj do të çfarë është kjo histori, komandant, se po dëgjojmë shumë gjëra, çfarë nuk thuhet? Që ka presione nga disa kompani të mëdha europiane që u anullua tenderi, që u prish tenderi, në fillim kryeministri... Nuk janë nga kompani, janë nga shtete. Mimi, kur them kompani unë, sigurisht janë kompani që janë shtetet nga mbrapa. Jo, janë shtete direkt. Ta sqaroj unë. Nisë ku ata janë kompani private ndërkohë, janë kompani shtetërore. Kur kryeministri flet për armiq, armiqt janë të identifikueshëm dhe janë shtete. Hajtë kujtojmë atëherë, si filloi kjo histori, si reagoi Rama dhe çfarë? Kjo histori ka filluar në datën 21 prill 2021. Kryeministri fiks një vit pasi ti kishe ikur, të kishin ekë nga puna, po. Dhe ka thënë, ka deklaruar kryeministri, porti i Durrësit do të kthehet një port turistik. Dhe erdhi Alabari. Por 15 ditë mbas deklaratës së kryeministrit që porti i Durrësit do të kthehet në port turistik, komandanti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë dhe komandanti i NATO-s në Europë, se është një person për të dyja, ka deklaruar porti historik i Durrësit ka qasje strategjike për aleancën e NATO-s. Porti historik i Durrësit e ka shkruar historik... Be atje portin 2000 vjeçar. Po, e ka shkruar porti historik i Durrësit që mos ta ngatëroj njeri me Porto Romano. Qartë. Dhe atje thot atje ku ndodhe Toria Veneciane, ku luftonte Cezari me Pompeun, pra e sqaron shumë qartë e para. Pra kemi një pozicion të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës 15 ditë mbasi kryeministri e deklaroi. Kryeministri ka 4 vjetë që thot, NATO do ndërtoj një bazë detare në Porto Romano. Ke dëgjuar ndonjëherë NATO të thot do ndërtoj bazë detare në Porto Romano? Asnjëherë. Pse? Sepse NATO ka 5 vjetë që studion gjuhën e Vlorës si bazë detare. Dhe kryeministri ngrihet një ditë të bukur, basi i propozon në 2019 Vlorën dhe Pashalimanin si bazë të NATO-s, ngrihet në 2022 dhe i propozon Porto Romano. Po pse? Se pse e propozon, tani këtu është pyetja, pse propozoi Porto Romano? Sepse Porto Romano nuk ka studim fizibiliteti. Askush nuk e di sa e suksesshme do të jetë Porto Romano, dhe do ta shikojmë pse nuk mund të jetë e suksesshme. Atëre, kryeministri për t'i dhënë një lloj si garancie që ky do të jetë një port i suksesshëm, tha këtu NATO do të ndërtojë një bazë detare. Dhe po të ndërtojë NATO një bazë detare, do të thotë që ai është port i suksesshëm. Apo jo? Se në këtë rast ai flisë për bazë ushtarake. Për bazë ushtarake të NATO. Ndërkohë që aty tani po flasim për bazë, për port tamam port civil. Thoshte, thoshte, brenda portit civil do të jetë bazë e NATO-s. Gjë që mund të funksionojë kjo teorikisht? Po nuk funksionon se NATO s'ka asnjë plan dhe NATO studion Pashalimanin. Pra,
atëre pse doli gjithë kjo? Pse e bëri këtë lloj marketingu? Për çfarë arsye? Ai donte të jep të i bënde marketing duke mos patur studim fizibiliteti, Po? duke mos e ditur askush se çfarë do të ndërtohet aty, përse do të ndërtohet, a ka studimi fizibiliteti nuk është gjë tjetër, vetë është një studim që merr element strategjie, gjeografik, hidrometeorologjik dhe financiar, i studion dhe thot në fund, vlen apo nuk vlen. Qartë. Ashtu. Dhe duke mos e patur këtë studim, po duke e caktuar vetë kryeministri që porti do të bëhet në Porto Romano, pse do bëhet në Porto Romano? Sepse duke dhënë për Alabarin, portin e Durrësit, Shqipëria ngeli pa port. Sigurisht. Atëre qa bëri? Shpiki Porto Romanon. Pra, bëri një shpikje Me që janë afër. me që janë afër pas studim fizibiliteti. E tha vetë, thoti nga mendje vetë. Po, pra, e Po ka caktuar. si mund të që një kryeministër, kush do qoftë ai, të thotë deklarat të tillë publikisht, siç e ka thënë ai, se unë e mbaj mend, dhe ndërkohë NATO e dëgjon. NATO e dëgjon, por NATO e ka stopuar, i ka thënë, Se s'ka reaguar NATO, thotë që mes shikon, kemi asnjë rrugë projekti të tillë. zyrtare, në rrugë shko, edhe një, ne jemi vëndatari NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe në rrugë publike, ata bëjnë deklarata të cilat duhet ti deshifrosh. Për shemb, po t'jap një komandanti NATO-s tha, porti historik i Durrësit ka qasje strategjike për aleancën, do të thotë haroj Porto Romano. Je dakord? Pra nuk flasin trosh, thotë. Po ba, ai thot kaq, Bashkimi Evropian ka thënë, ish ai që ka qenë për zgjerimin për para kësaj që është kosi tani, ka deklaruar, porti i Durrësit bie ndesh me marrëveshjen e asocim stabilizimit. Dhënia e portit Durrësit për Alabarin. Qartë. Ka thënë që bie ndesh me këtë. Pra e ka deklaruar. Kush ka qenë ai para kësaj? Ka qenë... Lajçaku? Jo, Lajça, ka qenë një me vë e kishte emrin, për së më kujtojë tani. Pra ka deklaruar dhe ambasador. Varheli. Ka deklaruar. Pra ka thënë, kontrata e portit Durrësit bie ndesh pse? Sepse në 74 i marrëveshjes së asocim stabilizimit tot, investimet të tilla bëhen me tender dhe kompanitë europiane kanë prioritet. Qartë. Është traktat, nuk është Që nuk i ikën dot. Po si ikën dot se e kanë firmosur 28 vende, parlamentet e 28 vendeve. Unë do të kuptoj qëllimet, më vllai. Atëre, çfarë bën? Pra qëllimi është për të liruar portin e Durrësit, u shpik Porto Romano, por u shpik portin në vendin më të keq të mundshëm për Shqipërinë. Në vendin më të keq të mundshëm. Pse? E para njerë që ai është vend i hapur, portet nuk ndërtohen në vende të hapura. E dyta, ai është vend i cekët dhe që të arish thellësinë të duhet shumë punë, shumë lek. E treta, meteorologjikisht është i hapur, që do të thotë, e ka hyrje nga veri perëndimi. E kanë përmend disa 32% në vit, era fryn nga veri perëndimi me forcën mbi 4, që do të thotë, ai port dhe në qoftë se arrihet thellësia kërkon mirëmbajtje të përditshme. Po sigurisht. E kupton? Kërkon mirëmbajtje. Po pse porti i Durrësit nuk e ka veri perëndimi kush e Jo, ka? nuk e ka pak jugu. E ka pak jugu, se është kështu Durrësi, po sa ajo Por e ka pak skiç, e kupton? Interesante shumë. Pra, problemi që e ka ndërtuar Porto Romano është në vend e para është vend sismik. Dhe Kjo është merr. Dhe madhësia e portit nuk është ajo që deklaron Është kryeministri. shumë e vogël se sa aktuali. Është më i vogël se porti i Durrësit. Për shembull, unë i bëra një llogaritje. Gjatësia e kalatës së kontenerëve është 400 metra në portin e ri të Porto Romano. Kur rendimenti më i mirë i mundshëm për 100 metra kalat kontenerësh, në portin me rendiment më të lartë është 180.000 kontenerë në vit. Qartë. 4 herë 180.000 nuk vete 120.000, se të është 180.000. 120.000 vete rreth 500.000 kontenerë në vit. Kryeministri thotë do përpunoj 2 milion kontenerë. Nuk i përpunon dot. E ka 4 fishuar produktin ose përpunimin në mënyrë artificiale. Po çfarë është kjo i po shohim tani këtu? Ky është projekti i portit Durrësit dhe andaj është projekti i Porto Romanos. Nga pikpamja sipërfaqe, porti i Durrësit është më komod, ka sipërfaqe, ka një problem që ka thellësi të ulët, por porti i Durrësit ka dhe gjimën e Durrësit. Dhe ka mundësi, në vitin 2005 ka qenë një projekt për zgjerimin e portit të Durrësit, në krahun lindore, aty ku po ndërtohen pallatet. Pallatet, po. Aty do zgjeroj. Mirë, po në 2005, në 2004, plani i ra sepse u ndërtuan ato depozitat greke atje.
se si i futi njëri kështu si me lezet dhe u prish projekti. Në 2000? Në 2005. Në 2004. Po, u bënd ca depozita dhe pasaj u hoqën nga 2008 a 2009 u hoqën në quanë në Porto Romano. Se grekët ishin të fuqishëm atërisht, para krizës 2008. Ashtu, dhe projekti u prish, projekti Porti Durrësit. Por, thelbi është i tillë, që, dhe çfarë ka ndodhur? Ka bërë 3 tendera kryeministri për Portin e Durrësit. Të 3 tenderat kanë dështuar. Kryeministri thot 2, jo, janë 3. I pari është në 2023, i dyti 2024 dhe i treti në 2024, në 2025. Pra janë 3 tendera me vlerë 400 milion. Në tenderin e parë erdhën 30 kompani europiane, asnjëra nuk ktheu përgjigje. Në tenderin e dytë erdhën 15 kompani europiane, asnjëra nuk ktheu përgjigje. Në tenderin e tretë erdhën 5 kompani dhe ja dhanë asaj që nuk duhet ta fitonte të Qipros. Dhe u anullua. Nuk ja dhanë, ajo mbeti, nuk është se fitoi ajo. Fitoi ajo, vetëm ajo nuk dërgoi llogaritjet. Tash pyetja shtrohet. Shiko. Jo, pyetja shtrohet tu njëherë. Kam një pyetje. Ja, ta bëjmë të formë dialog. Në qoftë se Bashkimi Evropian thot ky projekt nuk është feasible, nuk ka të ardhme. Ka kompani që vinte atë lek? Po pse erdhën këto, pra, se ti më të gjithë gjithë kompani? Erdhën, morën letrat, por nuk kthyen përgjigje. Jo, më këto skualifikuan, morë... Jo, po themi në tenderin e parë dhe dytë. Po, pra. Ashu, në tenderin e tretë, erdhën, dorëzuan letrat, por u skualifikuan, me thënë, u skualifikuan 2, thelbi është i tillë. Fakti që i erdhë dhe francezja, dhe vënësia. Po, ishte një franceze në bashkëpunim me një holandeze. Kishte të tjerë më duket? Kishte edhe të tjerë, ishte edhe italian, më duket gjerman. Por thelbi... Ja, fakti që ato erdhën. Pra, erdhën. Si erdhën në një vend që s'ka studim vizibiliteti? Në të tretën, shiko, gjendë edhe kompani që vinë të tilla, se jo të gjitha kompanit... Jo, vënësia për shumë, unë e njoh, se vënësia është shumë e fuqishme në Europë, në Francë dhe në Europë. Pyet, sepse, te tenderi tretë, po pse u tërhoq kompania? Jo, nuk u tërhoq, nuk e kualifikuan këta, u skualifikuan. Jo, kompania Qipriote u tërhoq. Në fund tani? Po, u tërhoq kompania. Nuk dorëzoi letrat e fundit, u tërhoq. Dërgoi letër, u tërhoq. Ka një misë në të gjithë. Po, problemi, thelbi është i tillë, që në qoftë se ti nuk merr viston nga Bashkimi Evropian për projektin, atëre ti rrezikon, do të rrezikoj. Kush është rreziku? Po e mban mend, Mali Zi po ndërton një autostradë nga Budva, jo, nga Tivari për në kufi me Serbinë. Ka marrë 1 miliard euro borç nga Kina. Ka vënë në kolateral portin e Tivari. Po janë ndërton kinezë, më duket. Po, por projekti s'ka mbaruar akoma, nuk ishte likuiditet të shlyen të këstet. Bashkimi Evropian i tha, mos e ndërto sepse nuk është pjesë e projektit të Bashkimit Evropian. Pra, Bashkimi Evropian ka projektin e Ballkanit Perëndimor nga kalurin autostradat si kalojnë. Dhe nuk është hyrje porti Tivari. Ata doni që të kalonte Beogradi të dilte në barë. Atere, dhe ngeli nuk kishte më likuiditet, kompania kineze mund t'i merte portin, atere përfundimisht Bashkimi Evropian e ndihmoi me kredi për të shlyer Kinën, por rruga akoma s'ka mbaruar, ka 10 vjeta, 7 vjet, 8 vjet. Pra, problemi është që Bashkimi Evropian i ka projektet për Ballkanin Perëndimor. Atere, si i shpjegon të gjithën këtë? Ja kuptova ç'do të thuash. Si i shpjegon atere? Ç'a është kjo lojë sipas teje? Loja është e Porti Durrësit. Prandaj them uj, po si ka mundësi një piktor, vjen dhe shkatron një port antik 2000 vjeçar. Ma shpjegon ti mua këtë vëlla? Është një film i vjetër shqiptar, thotë kur gëlltit një lugë çort të prishur, pastaj vjell tër jetën. Dhe ai e lidhi me Alabarin, do t'i qëndronte, do gjente zgjidhjen për Alabarin deri në fund. Problemi është që zgjidhja që i dha ishte e gabuar. Shko, Shqipëria mundet i kthej dhe të gjithë portet në porte turistik. Nuk ka në një. Por Shqipëria duhet të jetë një super port që të kthej portin e Durrësit në port turistik. Dhe super port do të thotë ajo që themine një port që përpunon mbi 2 milion ton ose 2 milion kontenier në vit. Dhe dy janë vende thua ti ku mund të bëhen këto porte? Vetëm 2 vende janë. Ose Gjiri Vlorës? Ose Rëna e Hedhur. Por një port i tillë nuk kushton më 2 miliard sa që është Porto Romano. Kushton 4 deri në 5 miliard. Po pse?
Po shport i madh, është. Aq ta bësh të madh. Po se Këto sport i porta madh. zonisht kur bëhen për 100 vitet e ardhshme. Po 50 deri në 100 vjet, e kupton? Dhe ky do 4 deri në 5 miliard. Ose ndoshta Tani një pyetje kam, sepse shumica janë ignorante kjo pjesë. A mund të ekzistojë një vend pa pasur fare port tregtar? Jo, ne jemi vend tregtar. Shiko si është. Më fali sekond, po çfarë na duan? Ja ta them. Shiko, para një, ne na duhet për nevojat tona, sepse transporti detar është transporti më i lehtë. E bëjnë nga Malizi, e bëjnë nga Greqia, pse duhet të ketë Shqipëria? Do vite ka. Pra, para transporti detar është transporti më i leverdishëm ekonomikisht sot. E dyta, transporti detar, ose Shqipëria është pjesë e koridorit 8, që i duhet një port që të përballojë korridorin e 8. E treta, Shqipëria ka 2-3 vende pa daljen e det në krahun lindor të saj. Dhe shumë mirë, këto 3 vende mund të kenë transportin, mund ta kalojnë nëpërmjet portit shqiptar. Çfarë do të thotë që ti 3 vende që janë Serbia, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Serbia, e di çfarë do të thotë që të transporti tyre të varet nga Shqipëria? Që ti ke në dorë procese, ke në dorë të influencosh politikisht këto vende. që do me thënë? Do me thënë, është influencë. është influencë. Si thua në thonjë se i mban peng. I mban peng. Më saktë. Dhe e fundit, koridori 8 është koridori i strategjik i NATO-s. Në një situatë krize mund të kalojnë 500.000 dhe në 1 milion trupa brenda ditës apo brenda javës. Kjo po. Nga do kalojnë. Atere, çfarë ndodh? Në qoftë se ti ke në Bregdetin pra kemi Shqipërinë. Po ja, bie kjo, kjo pyetja është kjo. E zëmbri moment të marrim skenarin komplotist. Po. Kush mund të jetë mbrapa kryeministit të Shqipërisë që i thotë leri portet fare? Selaniku. Greqia. Tani i bie që Rama tani i bie që Edi Rama i bie që që po punon për Greqinë? Jo, shko, jo domosdoshmërisht ti punon për atë. Po si? Shko, ki parasysh. Korupcioni, Po si të sabotosh korupcioni, kur ngrihet në nivele shumë të larta, bëhet kërcënim për sigurinë kombëtare. Po se ç'është, lere korrupsioni, më nuk na intereson fare ne Jo, interesat private. Domosdoshmërisht ai e bën qëllimisht këtë gjë për të favorizuar Greqinë. Edhe një herë. Jo Po çfarë e bën, molla? E bën sepse ka ngelur peng te porti Durrësit me Alabarin. E kupton, ka ngelur peng. Po jo, kapiten, se mua prapë smëri kjo logjik. Pse? Sepse, morë zotri, edhe një herë pra, më duhet ma kapësh bisedën. Dakord, më ja dha Alabarit, sepse i pëlqen Alabari dhe do të bëj një lloj Dubai atje, minu Dubai. Dakord? Jo, nuk është vetëm kaq. Po dalë më një sekond. Problemi është se nuk dihen dhe lekët nga vinë. Mo, edhe një herë, e marrim, nuk i futemi fare pjesës dyshime ka për atë gjë. Ne të marrim projektin, pra, të mos mendojmë keq, le të mendojmë një herë pozitivisht. Po pra, dhe unë këtë po them që nuk ka rëndësi lekës se nga vinë, mo. Po. Zëm se janë të gjitha të pastra, transparente. Unë po marrë këtë rastit jemi brenda, se ndryshe po ti futemi këtyre nuk arrin dot. Ja dha Alabari, se i pëlqen Alabari, i duket që dhe do të bëj, nga që është e piktor, po viziton Shqipërinë dhe thotë, këtu do bëj Dubai, valla. Do bëj një lloj Dubai në Durrës, dakord? Që të tërheqë turistë të vinë njerëz, shumë mirë. Unë atë që ti po më shpjegon dot, ti e di, por nuk e di pse thua ma thua, është që ky shumë i që e bëri atë, ta çonte të gjiri Vlorës të bënte portin. Pra, puna është që ky nuk e çon as atje. Po sepse ai nuk pyet specialiste, vë vet. Po pra ti e quan thjesht që po ai po bën gabim se nuk di? Po nuk, shiko, gabimi. Po më 2-3 njerëz tani, po më fani sekond. Po që e ban mend kur ban mend që dha urdhër një herë të bëhet shqiponja në bregun e Durrësit. Jo, se mbaj mend. Po bëhet lungomarrja, po bëhet një si lungomarrje para plazhit. Po. I mblodhi arkitektët, e u tha, shiko, tha, këtu do bëjmë dhe një shqiponjë, tha, si ajo që ka bërë në Dubai, që kanë bërë atë palmë, tha, ne do bëjmë shqiponjë në det. Po se shef nga këto, pra po. Okej, pyetja shtrohet. Arkitektët thanë, si urdhron dhe e miraton. Pyetja shtrohet. Si e merr vendimin kryeministri? Duhet të vi mendimi nga poshtë nga studiusi dhe të marri vendim kryeministri, apo vendos kryeministri dhe të tjerët e zbatojnë? Atere këtu gabon. Procesi i vendimarrjes është proces që vinë të jep vizionin, propozimet vinë nga poshtë lartë nga studiusi. A i tha dua shqiponjën. Jo, atere do mblidheshin ata, do ta studion, bëj do të zbëj, do të ta ata thanë, amino zotë që të ti, ne po e vendosim.
Tash vim tek porti i Durrësit. Ku është në rregull, dakord, ai do bëhet një port i tjetër. Ku është studimi i fizibilitetit? More edhe njerë, qa interesi ka ky që se bën pra? Se interesin ky e morit e Alabari. Pse mos i bëj një port Shqipërisë? Kjo është pyetja ime, mo vlla. Ore, sa do... Ka ngecur ka hedhur 34 milion euro në Porto Romano deri tani ai. Kush i ka hedhur? Kryq qeveria. Po pse i ka hedhur 34 milion? Po a bëri kontratën për projektin? Për idenë e projektit? Po. Pastaj bëri projektin? Pastaj dha 12 milion firmës që bëri projektin për të monitoruar. Janë para me parat e buxhetit bëre këto? Po me tjetër, 34 milion deri tani pa filluar. Porti janë hedhur atje. Janë hedhur atje. Janë hedhur. Ka bërë shpronësime? Shpronësime gjitha asaj zonës atje. Pra janë hedhur 34-35 milion euro janë hedhur. Pra që do të thotë që jemi kapur peng në Porto Romano. Në qoftë se ai do pyeste dikë, do merrte, do thoshte, shumë mirë, kryeministri thotë, unë kam një ide, portin e Durrësit ta kthej në port turistik. Atëre, ju lutem, më mblidhuni dhe më gjeni një projekt i cili të më garantoj transport ose përpunim më të madh se çka sot porti. Edhe të jeti përshtatshëm me rekomandime të PS-së këto. Ky do ishte studimi fizik. Po mirë, prandaj më po të pyet, ç'a interesi ka se bën këtë gjë? Po se kështu i bën gjitha projektet ai. Më fal, më thuaj një projekt që ka studim fizibiliteti. Ore, ti thua i bën gabim me qëllim? Po jo. Këtë do të kuptoj unë, vëlla. I bën sepse ai mendon që i di të gjitha. Dhe thot, këtu do vendosen dhe do lë emrin tim në çdo vend. Për këtë arsye? Për këtë arsye. Po, në rastin e portit, ç'a emri do lëj? Sepse porti, apo do dhe portin ta personalizoj? Porti Durrësit, a mban emrin e portit Zogut? Po. Ai do mbaj emrin e portit Edi Ramës, Porto Romano. Po pse porti Durrësit mban emrin e Zogut? Po e ka bërë Zogu. Porti Durrësit? Po. Po e ka bërë Zogu, ka mbaruar 32-shin. A, ka bërë punime, thua? Se porti ishte, ekzistonte, porti ka të vjetë. Jo, nuk ishte port atëre, ishin ca bankina, nuk ishte port. Porti është bërë, ky që është sot, jo ky, po ky është përmirësuar në bazë vitit 60, me kur erdhën sovjetikët, por projekti që shikojmë tani, siç është projekti italian dhe është bërë deri në vitin 32 ka mbaruar. Dhe ti janë i thua që ata, të më thënë, teza jote është që ky do t'i vëj portin e emrin e vet. Po pra, do. Pse mos e vinte në Vlorë, pra aty ku duhet bërë emrin e vet? Prapë emrin e vet do vinte. Po sepse atje i duhen 4-5 miliard, ku t'i gjej? Këtu tani ai. A, ti thua, ky nuk do të harxoj kaq shumë, do të bëjë një port të vogël. Po s'ka lek. Faza e parë është 400 milion. Porti i Porto Romanos kushton jo më pak se 2 miliard. E kupton? A, dakord. E kupton? Që do thot, ai tjetri Vlorës do kushtonte 5 miliard. 5 miliard. 5-6 miliard. E kupton? Tani ai ç'a bën? Atëre ky e bën për ekonomik këtë punë. E para dhe e dyta, kërkon zgjidhje urgjente për portin e Durrësit, sepse po të vesh sot në portin e Durrësit, Alabari nuk është futur asnjë metër brenda portit. Të gjitha ndërtimet janë jashtë portit. Dhe pa u Dhe ky do tani që Alabari të avancoj sa më shpejt. Po të avancoj, pa ai nuk avancon do të qofte edhe 1 metër në portin e Durrësit pa filluar Porto Romano. Se duhet transferohet, e kupton, pra emergjenca, pra e para emri, e dyta i di të gjitha, dhe e treta emergjenca e portit Durrësit, atë e çon në projektin i cili mund mbarojë më shpejt, që është Porto Romano, porti po të ndërtohen në Vlorë, ose në Rënë e Erë, i duan 20 vjet aty të mbarojë portin. Desa në Porto Romano thotë i bëhet më shpejt? Faze parë mund mbarojë për 4-5 vjet. Pse, sepse Porto Romano e ka tashmë atje, është një gjë e vogël. Ka një projekt, ka 4 vjet që merret me projekt. Dhe në Porto Romano tani për çfarë shërben? Vetëm për këto anijet e kastratit. Vetëm kastrati edhe cisternat. E kupton, vetëm këto. Vetëm këto. Pra, problemi është që ai nuk pyet më njerëz që din, e kupton, nuk pyet më. Po shti pyesi kur ai e di shumë mirë që s'ka fuqi ta bëj, qoftë në Vlorë, qoftë diku tjetër, se s'ka kohë dhe s'ka para. Atëherë çfarë më vendos veton, e dua këtu. Por problemi është që bie në kundërshtim me NATO-n, BE-n dhe interesat e Shqipërisë. E megjithatë, ajo është grop. Unë them që këto probleme do zgjidhen në mandatin e 5 të tij, se ky është mandati 4. Kjo është një hetim një. Dhe pra, po hetimi nuk fillon para 2029-s, pra ky fiton të zgjidhet 2029 dhe pastaj do hapen këto. Dhe prapë do i kaloj edhe këto ky më, kupton se me sa duket nuk janë aq. Shiko, o kapiten, le të merrem vesh bashkë ta bëjmë si dialog. Ti mendon se po të ishin vërtet kaq vitale këto për NATO dhe Bashkimin Evropian, dakord? Ti mendon që do e kishin lënë akoma këtë në pushtet? Tregon që s'qen kanë gjëra kaq të rëndësishme më burr. Se kur thyen, ore shiko, kur shkel vërtet në drasë të karbur vëlla. Kur shkel vërtet këmbën e njeriu që s'duhet, ai të therr vëlla.
fakti që ky po vazhdon, do të nuk pjedh njeri as për to, pra ndoshta i egzagerojmë dhe ne pak shumë mor burr. Jo, u kam përshtypjen që Fakti që ti thua, ti vetë ma the pra. Jo, po amerikanët e ti nuk dalin, nuk flasin direkt kur dalin. Jo, nuk flasin me spon. Shiko. Tregon që nuk ju pjerdhin shumë dhe ata. Pra ne po japim më shumë rëndësi se duhet jo, ne këtu brenda. mesazhet publiku, shiko, Vedi sa më kape, vedi sa e kape kuptoj, që po por them. mesazhet në publik janë të qarta. Për shembull, po të ma, sa diplomat amerikan kanë ardhur në Shqipëri paktën vitin e fundit. Po prap, edhe një herë pra. Pyetje, sa veta kanë Ka takuar? një pak kënaqësi, mo ka. Po ka, pra. Po nuk është pak kënaqësi që këtë detyrimisht i rrezikon pushtetin. Sepse të thash pra, po të ishte vërtet kaq e rëndë, për 24 orë po duan ata e heqin qafe këtë vëlla, i thon hap kraun. Jo, për nuk jemi Venezuela. Dalë më dalë, kur theme heqin qafe, jo në kuptimin të arrestojnë, jo, në kuptimin vjen një mesazh, thonë zoti Rama falënderit bashkëpunimin, ju lutem shumë, mbaroj ky muhabet. Erdhën, më fal, ai erdhën Nanos dhe Berishës javën e fundit Po para kishte zgjedhjeve. alternativë kur erdhën te Nanua. Tani zvinë se s'kan alternativë. Ka alternativë. Atëherë japë se kjo do vazhdoj të fitojnë 2029-ën, e këto punë do vazhdojnë hetimet, do vazhdojnë dhe Ka të pyllet. alternativë dhe duke mos pasur alternativë. Rajnë ujnë e hava kot pra gjithë kjo histori, nuk ka në një efekt. Jo, ata po mundohen të riparojnë procesin. Si? Por problemi është që ky, o që vëngun, tashti, ai ky që ka ardhur të riparoj dëmet që ka bërë vëngu. Ti thua s'ka alternativë. Ka, Nëse ky nuk i riparon, do iki dhe ky. Por ti thua s'ka alternativë. S'ka alternativë. Shiko, edhe ka. Po jo më nuk ka ta them unë. Unë ka të vëdhe emrin. Kush është? Ta them unë, molla. Kush? Lidere papa niveleve të larta, vlla, do të çudisi botën. Kush është? Pse duket çudi? Jo, nuk më duket çudi. Shiko pse s'më duket çudi. Ore, më them, sa ka dalë emri asaj e ka pas një arrit bursat Unë nuk jam nga ata që besojnë s'ka alternativë në Shqipëri. Pse? Ne kemi rastin e Kosovës. A ra qeveria Kurti pa alternativë? Doli qeveri teknike. Atë Abdullah Hoxhën e njëjtin përpara? Hotin e njëjtin përpara? Jo. E njëjtë kur u bë kryeminist. Që emrin Abdullah. E njëjtë, edhe unë e njëjtë kur u bë kryeminist, nuk e njëm përpara. Mori qeverin, e drejtoi vendin për bukuri, për zgjedhjet parakoshme. Sa fol për vende normale tani si Kosova. Po mirë, po këtë po them për vende normale. Pse do të marrim rastet normale? Ne jemi në një vend ashes quhet, jashtë sistemit, sistem. Po, por problemi është që në vendin jashtë sistemit, çu funksionojnë këto? Dëmet, shiko, po ta shiko me vëmendje që ti. Dëmet që po shkakton Rama janë. Pra ky nuk punon, trosh më bëri të heqim këtë se e kam shumë të dyshim vëlla. Ta heqim të ky nuk punon për grekët domethënë, sepse kjo është. Jo, shiko që ti të thuash punon për grekët duhet të kesh provë. Kapi dokumenti që punon për grekët. Duhet të kesh provë. Kam 20 vjet që më thon, ças më thon vëlla, e kupton? Ças më kanë bërë. Ka shumë njerëz që akuzojnë. Problemi është që duhet të kesh provë. Që të gabosh nuk do të thotë që punon për atë. Por unë do doja që të i punonte për ata mo. Unë po të pyesësh mua të isha shumë i gëzuar. Po të kisha këtë provë. Që fakti që dikush gabon dhe benefiti mund t'i vej dikush tjetër, nuk do të thotë që ky punon për atë tjetëri. Ti the i vetë Selanikut. Po pra, po nuk shiko edhe njerë. Ti thua rastësisht. Po mundet të edhe rastësisht. Po ka gjëra rastore në këtë botë në këtë nivel mo. Po ka, gjithmonë ka rastësisht. Edhe në këto nivelet larta? Edhe në këto nivelet. Ti beson rastësisht? Po, unë besoj sepse, shiko, ti mund të manipulosh edhe pa e ditur që po manipulosh. Mund të manipulosh dhe pa e ditur që manipulosh. E këpton? A thua? Po, është normal. Në nivele tilla kryeministri lartë? Po, pse qa mendimi? Pse qa? Nuk kam, Po nga eksperienca. Apo themi sot që gjysmë e botës sot presidenti Trump e ka manipuluar Netanyahu? Apo themi këtë? Ose e kundërta. Ose e kundërta. Pra, apo themi, pra, është një çështje manipulimi, është tjetër gjë dhe të punosh është tjetër gjë. Ti mund të manipulosh dhe nga padia, apo nga mungesa informacionit. Nëse çënsi ka po vazhdo me këto ritme, thua ti, Selaniku, po, do marrë fluksin më të madh, fluksin do kalonte nga Shqipëria me Selaniku. Do kaloj. Pse është porti më i afërt? Po, shiko, Nuk është spliti jo. Jo, sepse është porti më i afërt dhe kalon korridori 10 që kalon nga Selaniku në Maqedonia e Veriut në Serbi. Tani, se ti je më shumë i detreve dhe nuk do të ngatroj shumë te toka, jo se nuk i di. Mos ndoshta ky korridori 8 është abandonuar me kohë dhe nuk ka për të bërë vëlla. Jo, sepse është 10 në plan. Duhet të bëhet. Jo, shiko, si është problemi. Duhet të bëhet. Sepse 10 e ka kapacitetet ose 10 ka interesat të kufizuara. Nuk shkon, kurse 8 shkon nga Adriatiku
në detin e zi. Ja prit sekond, Pra. mos mi këtu, mos mi sekond. Ledio, bëj një xhiron çilek dhe rikthehemi urgjent për ta mbyllur me edhe me 2 minutë